Në pamundësi që ta kemi live shkaku i ndryshimit kohor me Zelandën e Re, kemi zhvilluar një intervistë me njeriun protagonist që mori pjesë në Kupën e Botës për klube nga Peja i zhvendosur në Zelandën e Re. Për Radio Dugazhinin ka folur Regond Murati, i cili ka zbuluar në këtë diskutim shumë çka rreth karrierës së tij dhe rreth jetës në Zelandën e Re, si dhe rreth përvojës në kampionatin botëror për klube. Për secilën pyetje që ne e kemi dërguar tek ai e ka kthyer me video edhe do të shkojmë një nga e para, ku e kemi pyetur për pjesëmarrjen në Kupën e Botës si një djalosh nga Kosova dhe si ka tingëlluar kjo atij. Tani është momenti ta dëgjojmë videon e parë. Kundër ekipeve që janë më të mirat në botë, valla. A e përsëritim edhe një herë, Ari? Po, kjo është ondër për mu me lujtë kundër çdo ekipeve edhe në çdo kupë, kundër ekipeve që janë më të mirat në botë, valla. Perfekt, tash është. Faleminderit Ari shumë. Kjo ishte përgjigjja në pyetjen e parë e Regontit. Në të dytën e kemi pyetur je kosovari i dytë në këtë garë, si u ndjeve kur e kuptove që do të luash në Kupën e Botës për klube. E përgjigjja e ty vjen në videon e dytë. Vallon, para 4 javë na e kena ditë kush ka me shku në çet kupë. Po, jam kon shumë i gëzu, shumë pak nervoz, veç po, qët vjetë krejt jena kon gati për me shku në qëtë kupë. Jum kon pak nervoz që parën lojë kon kundër Bayernit, jum kon shumë i gëzu shumë, po e di që kom kon loja shumë zorë. Po me lujtë kundër Bayernit nuk vjen shansa opet. Po, shumë jum gëzu kjo send është që muj me kauzu thmit kur rritën, këto nuk ka parë, Pra me shumë emocione shpjegon momentin kur e ka kuptuar se do të marrin pjesë në Kupën e Botës për klube, pa të emocionin e tij se sa e rëndësishme ka qenë pjesëmarrja në këtë garë dhe ballavaçimi me një skuadër si Bayern München. E kemi pyetur në vazhdim në videon e tretë si ishte ndjenja në takimin e parë me yjet e Bayern München. E pam çfarë deklarate dha në videon e dytë për Bayernin e Münchenit dhe si e vlerëson. Ne shohim tani në videon e tretë si ishte ndjenja e tij në takimin me Bayernin e Münchenit. Parë në herë kur e kom pa ata para lojës, këm vit pak më konë serioz, që kena vit me lut lojën, unë jam konë të start kundër tënve. Kur e kry loja, e kom vet ato asëq këne bërë, mundesh me ma jep dresin, po shumë jom gëzu. Edhe këta qëtë memori kur nuk e haroj. Pra, ndjenja kur ka takuar Serge Gnabrin dhe pas përfundimin të ndeshjes i ka kërkuar ndrimin e fanelave, thotë se është një emocion që nuk do ta harroj kurrë. Në pyetjen e radhës që ja kemi dërguar atij është nëse ka pas mundësi të flas me ta dhe t'u tregoj se nga vije. Video e 4. Jo, valla, s'kum fol qaq me lejtar Bayernit, edhe me kazu pe kujt jam. Veç, kur kom lujt në loj, jom kon do supporters edhe do fans që ma kam bo ktheu ti mu kon shqiptar. Unë të lujt e kom pas një thronë, unë jom kthy edhe kom bo Shqiponjen, edhe ata kanë kesh edhe kanë navjat për mu. S'kom fol me ata Bayernit, veç kur kom lujt kundër Benficas, e kom dru dresin me atë Bajramit që po lu me ta. E kom fol me to, e kom thonë, Shqipe qa bone, që dit pak, e ka thonë, qa bone ti, e unë veç e kom veta mundesh
me ndru dresat edhe ai ka ndru me mu. Pra i spjegon edhe dy momente interesante që nuk i ka zbuluar më herët, njëra kur është ballavaçuar në stadiumet amerikane me tifozët shqiptar, të cilët i kanë thënë se nëse je shqiptar, kthehu. E pa më reagimin e tij, ndërsa i dyti është ndrimi fanellave me futbollistin Adrian Bajrami, i cili gjatë kësaj kohe ishte, dhe është në realitet pjesë e Benficës, për post tyre dyve, shqiptarë janë 3 në total, pasi është edhe Aslani. Në pyetjen e radhës ka qenë një moment interesant kur FIFA ka bërë një postim me fotografinë e Regont Muratit dhe ka treguar prejardhjen e tij. Edhe ne kemi pyetur nëse ka parë postimin e FIFA-s dhe si është ndjer kur aty shkruante represent their countries. Dhe te Regont Murati, pra përfaqësimi i shtetit, te Regont Murati figuron flamuri i Kosovës. Kjo është video e pest. Po, kjo është shumë e madhë. Mos parti jam çudit valla që e kanë qitë bashat postin pej FIFA-s veç. Po, kjo është stendi shumë madhë që mujt me përfaqësu vendin tem. Edhe jam shumë krenar që e kanë qitë pej kujt jam edhe fotot temin. Pra, kjo është reagimi i tij dhe ndjenjat pasi ka parë postimin e FIFA-s. Ndërkohë ne kemi pyetur nëse ka marrë mesazhe nga futbollist kosovar ose shqiptar pasi është paraqitur me Auckland City në Kupën e Botës për klube, dhe përgjigjja e tij në videon e 6 është bukur e thjeshtë dhe e shkurtë. A ko marrë mesazhe a diçka pej futbollistat e Kosovës? Jo, valla, kur gjo s'ma kanë qu. Hala. Pra nuk është se kanë komunikuar me Regontin, ose kanë pasur kontakt me të. Në një pikë jemi ndalur për diskutuar me Regontin për punën se është shkruar shumë për faktin që futbollistët e Auckland City kanë edhe profesione të dyta. Dhe kemi pyetur a qëndron kjo edhe nëse ai ka profesion të dytë. E ndjekim përgjigjen në videon e 7. A kena punë tjetër prej futbollit? Po kena, na krejt e kena, na veç po paguhem ka 90 euro, 100 euro javën, e unë kom punën tjetër, unë po punoj në logistik me technology, po që ato e kom punën të parë që po punoj e dytën po luj futbol, edhe kjo pak pun paguhet, veç po, jo qatë që punën që po punoj. Pra, e pranon që primare është puna tjetër, ajo e logistikës, dhe e pa për herë të parë e tregon edhe shumat se sa përfitohet nga futbolli, tha 90 deri në 100 euro në javë paguhen marrin nga futbolli në Zeland. Po pse nuk është i popularizuar futbolli atje sikurse në Evropë, dhe cili është sporti më i popularizuar atje? Na zbulon Regonti në videon e 9. Bolli këtu nuk është numër 1, mos parti është rugby po thirret këtu, që kjo është national sport që këta All Blacksat që kanë lujt janë më të mirë në botë për çet sport. Edhe që është rugby i pari, futbolli me trit me fëmijë hala është numër 1. Ma shumë fëmijë se ndërën po luajnë futboll, veç si national sport është hala rugby, që Zelanda është më e mirë në botë për ta. Pra zbulon që futbolli nuk është primar në Zelandën e Re, dhe sporti primar atje është rugby, ku thot Regonti që janë më të mirët në botë në këtë sport. Kemi pyetur edhe për synimet që i ka pasur klubi në pjesëmarrjen në Kupën e Botës që u zhvillua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në videon numër 10. Çfarë goals edhe suksese kena mendu pej qëto garje?
para me hi na kena di që kjo më konë shumë zor, na kena pas Bajenin, Benfica edhe Boca Juniors në grup. Valla, s'kena pas qaq, na veç kena desht me qit Zelandën, me qit Oceania, me qit pikujt jena në bot, edhe me dit. Tash, që shumë kry ato lojt parat kundër Bajenit Benfica, ndashta s'kena bo qaq mirë, veç jena gëzu shumë që e kena kry tretën loj kundër Boca Juniors, që jonë gati moj miri timi në Argentinë. Tash kjo është sukses për neve, edhe na shumë jena gëzu që kena kry. Edhe plus kena marrë pak më shumë pare që kena kry një. So, jena gëzu. Pra, barazimi i ka gëzuar jashtëzakonisht shumë në ballafaqimin ndaj skuadrës së famshme argentinase. Dhe në vazhdim e kemi pyetur nëse ka shqiptar që merren me futboll në Zelandën e Re, ose nëse të paktën nëse ky njeri që merret me futboll ende atje. Videon e marrim në përgjigjen në videon e 11. Për lejtarët për Kosovës edhe për Shqipënisë në Zelandë, në level temin që po luaj s'ka qaq, që po luajnë veç në Australi edhe valla veç në Australi, nga të neve. Ka lejtarë për Shqipënisë, Kosovës, që kanë luajt edhe që po luajnë që tash. Do në Melbourne City, do në Melbourne Victory që po luajnë në A-League, ka. Në Zelandë s'ka qaq. Dashta veç unë në level temin që po luaj. Pra një djalosh që e ka adhuruar futbollin nga fillimi, por në pyetjen vazhdim e marrim përgjigjen se si u bë që Regonti përfundoi në Zelandën e Re. Video numër 12. Qysh jena në Zelandë, unë e kom pas jem kon 3 vjeqar, jem marrë me familjen temin, me mamin, babin edhe vllaznit. Kur u kon lufta, me kena pas një sponsor këto, edhe po, jena ik. Na hala kena pas familje në Kosovë, po, që shubo që ashtu ata si jonë ardhë, edhe na jena ardhë këtu në Zelandë, në të fund botës, kur u konë lufta. Pra e tregon rrugtimin e tij dhe largimin nga Kosova gjatë luftës, por sa ka pasur rrugtimin e vështirë derisa ka arritur Regonti në këtë fazë ku është tani. Video e 13. Au konë zor. Paj po konë, kur jena orë me familje këto, adin s'kena pas qaq, veç po mama, baba, gjithmonë na kanë ndihmu. Unë kur jom rrit, jom kon level shumë të mirë kur jom kon i ri, jom kon gati për me hi në dër 17 për Zelandë, edhe njëjt për dër 20. Jom kon si në auto squad si reserve. Edhe mbas që ata po, u kon shumë zarë, jom shku në do time tjetër, deri e kom gjithë veten edhe e kom pas do sezona shumë të mira, edhe këto jam marrë në Knockon City para, po më doke 3-4 vjet. Kur jam marrë në Knockon City, valla krejt sukseset, kena fitu kupat, kena fitu sezonat, edhe jom kon shumë laki me shku do Club Cup tjera që jom kon para qëta. Kjo është gati tretën që jom shku qëta që po, u kon pak zot, gjithmonë është zot kur vjen country shumë tjetër, shumë different, veç po, qëta që e kom kry qëta valla
kjo është sendi që nuk e haroj. Pra tregon që i ka ndihmuar shumë dalja e tij te skuadra e Auckland Cityt, ku më pas ka fituar gjithçka në Zelandën e Re dhe këtu ka nisur shkëlqimi i tij. Por realisht kur ka nisë dashuria e Regontit për futbollin? E zbulon video e 14. Kur e kom desht futbollin? Kur jom kon dashta 7-8, gjithmonë jom kon të qu heret për me këshyr Manchester United me babin. Kur jom kon atje, u kon Cristiano Ronaldo, u kon Carlos Tevez, u kon Wayne Rooney. Që aty u fillu kur kom desht me desht futbollin. E tanë që i babi më ka sign up me shku në qitë klub kod Uniman, tash nuk është mo, edhe po, pe që aty shit e kom fillu. Video e 15 në vazhdim na zbulon se kush ka qenë për krasi i tij më i madh në këtë rrugtimin e futbollit. Numër 1 supporter, kjo është. E kom babin, ai kur jom kon i ri, gjithmonë ma ka ble boots, ma ka ble sendet, gjithmonë ashtuar në treningëve edhe hala është valla, hala qëto, unë kom 29 vjetë që tash, ai hala për ma ban qantën, për ma ban gati, të bëhaj gare me shok, ai po thët që hala, ai është managjeri jem, veç po, babin, ai nuk po m'len me buon e gati qantën, shok gjithmonë po m'përkeshin që po thënë që baba krejt po ta bën sendet, po, ai veç po dan. Pra, moment jashtëzakonisht emocional, kur flet për prindin e tij, për babën e tij, që ende sikurse kur ishte në moshën e re, i qëndron prap pas me mbështetje maksimale, edhe pse është 29 vjeçar rrëfim dhe pjesë jashtëzakonisht emocionale e Regontit, dhe zbulon në Radio Dugagjini. Por e kemi pyetur po ashtu pashmangshëm, dhe na tregon në videon e 16, a e viziton Kosovën dhe a e merr malli realisht për Kosovën? Po, kom qef gati çdo vjet me ardha, ndashta çdo vjet nuk shkoj, veç me familjen tem na kena qef me shku. Na I kena familjen aty, unë kom hallen, hallat, krejt I kena aty. Po, unë shumë kom qef me shku në Kosovë kur kam kohë. Me kosh bash let me arë pe këtu, do është gati 2 dit me roplan me shku në Kosovë, që kur kena kohë na kena qef me shku. Por për çka e merr malli më shumë në Kosovë Regonti kur vije? Video e 17. Valla, familjen unë nuk e shoh shumë, edhe shumë jena larg këtu në Zeland, veç po familjen, edhe qa po mes pe Kosovës është pak është weird, po është ujën në rrugovës. Gjithmonë kur vi me babin, na kena qef me nga aty nga të kanalit, edhe me pi ujë. Tipik pe janë, a? Tipik pe janë. Më merë malli tha për ujën e rrugovës. Pashmangshëm po ashtu, e kemi pyetur edhe për kombëtarën e Kosovës dhe atë të Shqipërisë, nëse ka arritur të përcjellë dhe çfarë vlerësimi ka për këto dy kombëtare. Na zbulon video e 18. Po, unë për fallo Kosovo edhe Shqipënisë, unë kom pa qëtë lojë që kanë lujtë kundër Serbisë që o kry 1-1,
ndashta kanë mujt me fitu, e di penalin se kanë jetë, veç po, unë gjithmonë për falur për këshyri lojt që po lojnë edhe kum qef me këshyri që unë jam për Kosovës edhe për Shqipënisë. Edhe lejtarët, adina e donë Zhegrova, po, unë kum qef. Teksa në fund të bisedës, e kemi kërkuar nëse ka ndonjë mesazh për futbollistët e rinj që zgjedhin rrugën dhe karrierën ta ndjekin në futboll. Edhe përgjigjja e tij vije në videon që është e fundit e kësaj bisede, ajo e 19-ta. Mos parti me pas mendjen shumë pozitiv gjithmonë, që të sendje nuk jonë letë për mu bo edhe me pas shumë sukses, po edhe shumë duhesh me pas pak compromise. Këto sende nuk vinë letë, duhesh me qitë orët, me punu, po edhe me pas njerëzit nga teje që të ndihmojnë edhe jonë supportive. Edhe nëse e donë diçka me gjithë zemër, sukses vjen. E po, veç ato kum desht, në fund.